Duke qenë se kam debatuar dhe me kolegët në Komision të Ligjeve, dhe pse ky ligj nuk duhet kaloj, po ja them pak si euroskeptik, po duke qenë se euroskepticizmi im buron nga Italia, unë po ju lexoj pak italisht. In Italia i deputati e i senatori possono continuare a svolgere le proprie attività lavorative durante il mandato parlamentare. Dhe jo përkthej, deputetët në Itali dhe senatorët bashkë me deputetët u lejohet të ushtrojnë aktivitetet tyre. Dhe cilat aktivitetet? Avokat, mjek, arkitekt, gazetar e tjerë me radhë. Krahas punës së tyre si deputet. Po ka dhe atje ligj për konflikt interesit, dhe është ligji numër 60 i vitit 53, i cili sankcionon që nuk mund tjetë dhe deputet dhe senator, po, nuk mund tjetë dhe këshill bashkiak dhe në parlament, pa tjetër, nuk mund tjetë drejtor doganit dhe deputet, pa tjetër, s'vjen drejtor doganit dhe deputet, as drejtor tatimesh dhe deputet, edhe ky fundi nuk vjen deputet, për këto jam dakord, por, që të vini dhe thoni që këtu po bëjmë një ligj se do i hymë në Europë, ja pra që vetë Europa para jush, akoma nuk që ka europianizuar kaq sa ne. Ne pa hyrë, po europianizojmë më shumë se vetë Europa. Tani ju thoni mos fol mizërqarqe, po fol kështu. Si t'ja bëj? Si t'ja bëj se ju po thoni ne di përshtatemi kapitujt. Po pra dhe italisht dhe si doni. Italisht më mirë, giusto, i rispondo në italiano. Pra, të lutem, ju jeni duke bërë një ligj të nderuar deputet dhe kolegë, shumë sinqert, po ja u them pak për deputetët. Unë nuk kam as një familjar që të ketë aktivitet. Qofse plaka ime do t'i bëjmë mandarinë do hapin e nip të fermeri, po. Po preferoj më mirë t'i haj lagja se sa t'hapim nip fermeri me këtë ligj. Tani pse po e them këtë? Po të lexoni gjitha nenet dhe unë do t'ja filloj me radhë, por po ju them që konflikti interesi, të që bën ne sot, unë uroj që gjithë ju përpara se ta votoni ta lexoni. Se ne nuk do bëjmë nesër as ne, po as familjar tan, gruaja jon nuk do të bëj dot as pizzaioli, nuk do hapi dot as aktivitet tregtar. Sepse në ato pikat që ne themi të lidhur, po më ne për bizneset private, për ato bizneset, taksa paguar, a votojmë ne këtu parlamenti se sa taksa do paguajnë ata? Po. Ne jemi të lidhur drejtës drejt. Ka në gjë që ne s'votojmë? Ne si deputet, a ka në gjë që nuk votojmë? Ku nuk ka një konflikt interesi një biznes me ne? Ne do miratojmë buxhetin prapë. Konflikt interesi. Do vendosim taksën pra. Që do themi që e vëm taksën 3% për biznesin e vogël se ka nip deputeti, po këtu i bie nëse do plotësojmë atë formularin mos votoja si deputet. Sepse familjarët tanë dhe fëmijët tanë mund t'jetë dikush stomatolog, dikush mjek, dikush farmacist, dikush avokat. Mirë ata, po dhe kur t'ikni nga puna, thot një 2 vjet tjera, apo 1 vit, ne, sidomos avokatët, thuaj që nuk do t'a ushtrojmë, nuk mund t'i hapim pa di ku vendit. Po ç'as do punojmë, në mbasi t'ikim që këtu, s'do ushtrim aktivitete publike, s'do bëjmë këtë. Po ç'a do rrimë, prap pensionistë që do mbledhim kanaçe? Po mbledhë kanaçeve, konsiderohet konflikt interesi? I lutem. I keni lexuar sepse sinqerisht thonë kështu. Atë unë po filloj vetëm me 2 nenet e para. Për të bërë dhe pak politik absolutisht, jo me përlibe do dal pak nga vetë, pastaj kthehem prapë te kjo. Unë nuk e di kush ka bërë pesë këtu. Qëllimi i këtij ligji është forcimi i integritetit zyrtar dhe institucioneve publike si dhe garantimi i kryes funksioneve publike nga ana e zyrtarëve publik në mënyrë objektive, të paanshme dhe transparente në interesin më të mirë të mundshëm publikut. Dhe themi përcaktimi i parimeve, më të mundshëm publikut. Po mire, ju deputetët, na i pajt e vëllë, vjen gjithë për atronazhistët, ju i vini gjithë, që nga rojet e dera, te pastrus janë punë gjithë. Këto do t'i quani konflikt interesi jo? A ka njëri që përcakton? Drejtorat e policisë i vini ju, ku di unë drejtorat e tatimeve, drejt burgjeve tjera. Ky, kështu rasu si quat, do t'a quim konflikt interesi për politik, për bërë një paralelizëm. Apo do merremi vetëm se ka apo s'ka nip bashkëshortja apo bashkëshortja, apo personat e lidhur. Si u ta quaj? Të gjithë këto që thonë ju, jo, jeni konflikt interesi politika, deputetët e para në konflikt interesi me ato që bëjmë, me ato që shkruhen, dhe me ato që do votojmë, o s'ka njeri tjetër. Se gjithë sa për të thash, ne kemi në Lushnjë, se ta vërtetojnë, drejtor
Shkolle, ka gruan e vetë mësuese, po të njëjta shkollë. Qa quhet ky më? A quhet konflikt interesi ky? Jo, a quhet konflikt interesi. Ka 6-7 vjetë kam thënë këtu para me, dhe kujt për rref? Po Frida Krifçe që i dha burrit vetë nga skemat, quhet konflikt interesi? Mori gjop 3 milion, po të marrën 200 milion, po hajtë se marrë kemi gjop 3 milionë. Se s'ka ne problem të madh tu. Pyesni LGDP. Se pyetjes që i kanë drejtuar LGDP-s ka thënë, po këtë parashikon ligji. A, pse kështu që e ka? Apo jo. Po mirë, si nuk pash tek ky ligj unë tek neni se pica jo, po ishte një nen këto te neni 37 ndalimet përfituar nga po si nuk ishte një nen këtu një përcaktim se gjithë kategoritë që thoni për këtë investitor strategjik. Si se kishim ne këtë konflikti? Po çuditërisht ajo fjala ju shpëtoi ju ju të ligjit. Po hajde fusim. Pra, në gjithë kompleksitetin e këtyre gjitha përfitimet buroni ke fut gjithë lloj çorollopi dhe të picajolin, kena rrur konflikti investitorin strategjik. Po, kjo si ka konflikt interesi, ha? Pse kështu? Po ju thoni këtu, ju na bëni përqeshur, te në 25. Personat e lidhur, po personat e lidhur me personat e lidhur, pra, e kuptoj që, pra, nuk zbatojnë për personat e lidhur me personat e lidhur. Tani, do flasim për juridikse, tani, apo do themi muzikaqe, për personat e lidhur me personat e lidhur. Pra, vjerë me vjerë, një bje, tja kalëm atyre. Po që pasaj ndajt gruje, nesën bje si mori, gjitha iku, me gjithë vjerë me vjerë. Shu i bje? Po që po në thoni të gjithë këta që kanë aktivitete, që kanë aksione? Po me lejohet në Itali, një ndër to, që thot, imprenditori è possibile mantenere la proprietà o la gestione delle aziende private purché queste non abbiano rapporti contrattuali diretti o privilegiati con lo Stato. Kaq. Lejohet më. Edhe nipti, po të punojmë me stomatolog, që të bëhet e ti? Kujtë të transferojmë? Si personat besur, Nes me besojmë të të vetës tonë, dhe besojmë njëri tjetrit? Qa po bëni? Qa po bëni me këto? Kalojmë ne 34. Personi lidhur drejt për drejt me zyrtar publik nuk mund të shtrojë veprimtari si person fizik tregtar ose ortakri personash fizik apo tregtar në çdo lloj forme. Ne s'do bëjmë dot pica. Ne do ikëm dot për gjah, kur thaj. Tashti, për qenë serios, unë e kuptoj gjithë dëshirën e çdo njeriu për të kufizuar. Ligji për investimet, për këto, për çka ke konflikt interesi dhe ka shumë mirë përcaktuar. Por çfarë është kjo nevojë që s'duhet punojmë me asnjë nga ne? Por e thot, kufizimet e kryetarit pas përfundimit të çfarë thot? Kufizimet e zyrtarit publik. Neni 35, pas përfundimit të ushtrimit të funksionit publik, zyrtari publik që deklaron pari në KDP YZZ etj me radhë, nuk mund të punësohet për një periudhë deri në 2 vjet pas përfundimit të funksionit publik në pozicione drejtuese. Ju keni vënë gjithë ish deputetë keni bërë drejtuesa. Çe ti bëni do i hiqni? Të gjithë ish deputetët tuaj i keni bërë drejtuesa. Ta Blerina Gjylamyrit me gjithë me radhë, do t'i hiqni? Se ky ka parimi sigurisë juridike, ka veprim prava veprus. Që të bëni me këta? Po lërë se tani, tash jemi të sinqert. E para, pavarësisht çdo gjëje, me konflikt pa konflikt interesi, po i kaloni saqet e një ligji të rregull. Po nuk mundet marrja si deputet të ardhura fonde publike. Pik. Po më patjetër. Po jo që të bëj të hapi bashkëshortë e piceri. Çfarë lidhje ka kjo? Po si mos punojnë në masë ikma deputetit, po që do bëjmë, në nga nace? Si? Ju lutem, realisht për qenë sinqert, në Europë do shkojmë, pa tjetër me do shkojmë në Europë, po mos tym ne para Europës. Lërë ta mbaroj, ta zgjidhi një konflikt interesi vetë Europa, edhe pastaj tym ne në Europë. Sepse lexojni këtë ligj përpara se votoni se ka problematika. Ka problematika. Jam dakord asnjë deputet që ka marrë përsipër këtë listë, do të them edhe një herë, të përfitoj fonde publike, as investitor strategjik, sepse investitori strategjik kush e njeh ligjin, shteti çon rrugë, drita, ujë, i ul dhe taksën përqindje në raport me bizneset e tjera. Dhe ky është një përfitim indirekt. Po, përfiton nga taksa, ul taksë. Por, që të thuash
për këto biznese tjera se, po ne votojmë, ne po të doj dikush ai autoriteti që keni vënë ju këtu, edhe na kontrolloj dhe monitoroj gjithë secilin për ne, thot po ti ke votuar buxhetin dhe ke ulur taksën për biznesin me NIP që e ke ku di burrë apo grua sipas bashkëshortit apo bashkëshortes secili deputet grua apo burr. Dhe bie që dolën gjithë konflikt interesi, mbajmë gjithë gjoba. Ky nuk është ligj normal, rishikohemi, këtu jemi, ne nuk kemi asnjë kundërshtim me përgjegjësinë mos përfitojnë nga fondet publike, por jo bëjmë budalliqe kot se duam të hyjmë në Europë për të qenë ekstremist me ligjet. Faleminderit. Sonja Bylykbashi, keni fjalën, të përgatitet zoti Manja. Nderuar zonja drejtuese e seancës, nderuar kolegë, si fillim dua të them që me gjithë diskutimet e gjata që kemi bërë në komision me kolegun Koreshi dhe sqarimet, prezantimin që ai sapo bëri në raport me këtë ligj të konfliktit interesit, krijojnë një pamje që nuk i përputhet fare përcaktimeve ligjore që vetë ligji kryen. Para së gjithash, ushtrimin e profesionit mjekut mund ta bëjnë edhe deputetët shqiptar, mjafton që mos e bëjnë këtë me pagesë. Dhe në të njëjtën formë e ka edhe ligji italian. E dyta, në raport me veprimtarinë që ushtrojnë familjarët e personave, të gjithë familjarët e personave kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtari ekonomike, mjafton të mos hynë në një konflikt interesi me personat zyrtar publik, të cilët kanë një vendimarrje në raport me veprimtarinë e tyre. Dhe ligji parashikon një sër formash se si kjo mund të zgjidhet. Dhe për sa i përket këtyre parashikimeve në raport me kufizimet që vijnë pas lënies së mandatit, nuk kanë të bëjmë fare shembujt edhe nga ju i nderuar koleg, sepse ligji parashikon kufizimet vetëm me ushtrimin e funksioneve publike dhe parashikon ndalime për krijime të marrëdhënieve kontraktuale apo pune apo biznesit të çdo lloj forme me persona me të cilët ka pasur lidhje gjatë ushtrimit të funksionit. Ligji për konfliktin e interesit ka një funksion themelor. Ai rrit transparencën edhe forcon integritetin në administratën publike. Kur flasim për administratë publike, ne flasim për shtetin në një marrëdhënie të drejtë për drejtë me qytetarin. Flasim për vendimet që merren, flasim për kontratat që lidhen, për shërbimet që ofrohen çdo ditë. Pas më shumë se 20 vitesh, ky ligj kishte nevojë për një rishikim të plotë. Jo për arsye formale, por sepse Shqipëria ka ndryshuar ndjeshëm. Janë zhvilluar marrëdhëniet ekonomike, janë zgjeruar marrëdhëniet kontraktuale, janë shtuar format e ndërveprimit ndërmjet sektorit publik dhe atij privat. Por mbi të gjitha, sepse ne jemi në një proces serioz të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, ku standardet për konfliktin e interesit, për transparencën dhe integritetin nuk janë më opsionale, por janë thelbësore. Ky projekt ligj është ndërtuar duke u bazuar në praktikat më të mira europiane, në përputhje të plot me parimet e Grekos dhe me rekomandimet e Komisionit e Europës që synojnë ta parandalojnë konfliktin e interesit dhe jo ta përdorin atë si një instrument penalizues. Ai vjen si pjesë e paketës antikorrupsion në vazhdim të një sër ligjesh dhe reformash të bëra në administratën publike. Reforma të cilat synojnë rritjen e kapaciteteve, vlerësimin e performancës, transparencën dhe integritetin e gjithë trupës së administratës publike. Sot administrata publike ofron shërbime më cilësore dhe më të shpejta për gjithë qytetarët dhe ky është një fakt. Dhe kjo nuk është rastësi. Është rezultati i reformave, digitalizimit, i profesionalizmit dhe rregullave të qarta. Në fund të ditës, prioriteti ynë janë qytetarët. Qytetari duhet jetë i qetë dhe i sigurt se interesi publik prevalon mbi interesin privat. Se çdo marrëdhënie kontraktuale është e pacënuar nga lidhjet personale. Se çdo vendimarrje merret mbi bazën e ligjit dhe jo mbi bazën e favoreve. Në këtë kuptim, ky ligj sjell një sër garancish. Ai sjell rregulla më të qarta për ta identifikuar dhe për ta menaxhuar konfliktin e interesit. Sjell konceptin e njësive përgjegjëse në institucionet publike,
duke rritur rolin proaktiv të këtyre institucioneve në luftën kundër apo në shmangjen e konfliktit të interesit. Zjeron raportimin duke mos u mbetur vetëm te raportimi në fillimin e detyrës, por edhe te ai rast pas raste. Ka zgjeruar gjithashtu edhe rrethin e subjekteve deklaruese, duke përfshirë edhe subjekte jo deklaruese. Ka vendosur kufizime të qarta në raport me pronën publike. Ka forcuar mekanizmat parandalues, sepse parandalimi është forma më e mirë e luftimit të korrupsionit. Ky nuk është një ligj ndëshkues. Ky është një ligj në mbështetje të plotë të nënpusëve të ndershëm, që punojnë me integritet dhe ka nevojë për rregulla të qarta që mbrojnë vendimarrjet e tyre. Varianti që po ju paraqesim sot është një variant që ka reflektuar edhe shqetësimet e grupeve të interesit, në veçanti të pedagogëve, të cilët janë një aset i rëndësishëm për shoqërinë, për dijen, ekspertizën dhe për kontributin publik. Për këto kategori kemi qenë shumë të qartë. Kufizimet nuk do të vendosen nga ligji për konfliktin e interesit, por nga ligjet specifike që rregullojnë veprimtarinë e fushave të tyre. Sepse ne nuk duam ta përjashtojmë ekspertizën, madje e vlerësojmë atë shumë të vlefshme për jetën publike, por duam ta integrojmë atë në mënyrë të ndershme dhe transparente. Tashmë, prej disa seancash kam dëgjuar disa kolegë të opozitës që janë shumë të shqetësuar për numrin e nismave që ne po prezantojmë në 3 muaj, për miratimin e ligjeve, por ne nuk kemi kohë për të humbur. Sepse 2027 është afati që i kemi premtuar qytetarëve për të mbyllur të gjithë grup kapitujt e negociatave. Dhe integrimi evropian nuk bëhet me ritme të ngadalta, por me vendimarrje, përgjegjësi dhe punë konkrete. Ne kemi zgjedhur të ecim përpara, ky ligj është pjesë e këtij rrugtimi, një ligj që forcon shtetin, një ligj që mbron administratën e ndershme dhe që jep qytetarit sigurinë se shteti funksionon në interesin e tij. Faleminderit.